Përshëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur me përgatit kratë pulës, një rreshk në furrë mirë që kanë një knoç. Krejt që kanë nevojitin janë 1 kilogram e gjysmë me kratë pulës, e kemi pastruar normal mirë, një lugë të mesme biber të kuq, një lugë të gjellës plot me veget, një lugë të gjellës plot me hudhër të blume, 20 deri në 30 ml vaj ulliri, si dhe një gotë të çajit që shpeshhet gjithashtu me halta ose shlagzane ose ojk. Bismillah, fillojna me marinumin një herë, ojkën e hedhim tek kraht e pulës, melmesat, furrën e kom çuar në temperaturë 220 gradë, vajin e ullirit edhe i përzina të gjitha mirë e mirë. Bismillah. Tash motrat njerë pse s'po përdor dorza. Ma e pastër se dora jote, as dorza s'mundon me kon, as kanë me kon kur motrat e dashura, kështu që kush don me dorza, kush don pa dorza. Bele ka nis shumë me ndalu dorzat, sepse nuk mundet dorza me qenë ma e pastër se dora e jote e pastruar ton ditë noj. Kurrë për dënje, kështu që përzina. Pasi që i kemi përzi, marinimin e krave të pulës, nëse keni edhe për grill, mundeni me bo pra në mbrëmje, hazër edhe me lënë të notën, enën e mbuluar me nylon folje, për të nesërmen pra e keni një pun ma pak, një gajle ma pak. E renditim në tepsiku e kemi qitë letrën për pjekje. E kemi rendit në tepsi, tash e marrim letër për pjekje, se gjithmonë edhe e lagu me ujë të ftoftë, ja qesim përmi, edhe fusim me njëherë tepsi në furrën e nxehur. Edhe krahët e pulës kemi hek, për shefni pra që shën rreshk, te përbot shishëm që me të vërtet nëse i provoni kanë mjë knoq. I kom lënë pra në temperaturë 220 gradë me letër për pjekje për 35 minuta. Bohen shumë shishëm që se cila motë kur t'i provon këtë recetë s'ka me ndrumo. Me të vërtet shumë të mirë, ku ha nxet ju knoqen një sallatë onash, pomfrit nëse doni edhe mos lëpni më shumë kur gjë tjetër. Kështu që neve na befshin mirë e juve, po ashtu nëse i provani motrat të dashura vllazën, kjo recetë pra edhe për grill bën, marinadën siç kam thënë fillim, deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit. Ju them miru pafshim.